marrëveshja e Ohrit është baza primare juridike, ne i thëjmë grundnorma, ose kushtetuta e parë, e re, materiale, e sërbëve të Kosovës, e cila nuk ka qare pa u implementu sepse është fut në strukturat ose mekanizmat e Bashkimit Evropian për integrim të Kosovës dhe Serbisë. Serbia i ka detyrat e veta, na i kem detyrat tona nëse dojna me shku, në Evropë plus na e kem për NATO. Serbia fort për NATO smërzitet, do në thotë, kanë me fut me zërë NATO, po jo që dënë a shumë Serbia për arsye historike. Kjo është e para. Kjo është norma bazë. Norma e dytë është draft statuti i BE-s. Draft statuti i BE-s nuk është shkruar prej një kooperative bujqësore, por është shkruar për ekspertëve të Bashkimit Evropian. Me kërkesën shprehimore të zotit Kurti që ja ka thonë Olaf Scholzit dhe Macronit. Ju ka thonë, bane jo, sepse unë s'po moj me bo, ose kështu diçka. Do thotë, asi. Kur është ba ajo, disa javë, zoti Konjufca, ma shumë po dhe zoti Kurti, e kanë shit atë si të arritur të madhe, edhe e shtyshin me draft statutin që kështë e bo Edi Rama, që unë e pajtona që ka qenë ma zhglë. Unë pajtona që draft statutin e Edi Ramës ka qenë ma i dopt, profesionalisht. Dhe kjo është ma konzistent dhe sakt është me vlim për lirit dhe drejtat e një komuniteti është ma e madhe se Kushtetuta e Republikës Kosovës. Dhe për pasoj, këto vetëm duhet me një këtë rrugt, ajo ka hynë fuqi, marrëveshja bazë e Ohrit, është fuqi sepse Evropa nuk të shënë. S'mosh me trokit në dorë të Evropës, gjdo sa që ta si, komo ta shti, edhe pëjtojnë për ditë këtu, nërë unë që të popli, edhe draft statuti, qeverit të arshme o suksesi madhë, me mujtë arbitrajin, për shamën me thonë vendimit arbitrajit i nënshtrojt kontrolit kushtetus, pezon, këshme që sukses shumë i madhë për Kosovë, edhe me hekë rezolutën 22. Që unë dyshoj, për tjetër, për që po modifikohet ai qysh mendojnë këta, në thotë shesin pralla kështu mrana, këtu, unë që është e gaborën, kësha po qef me qenë gabim, por ka pak gjasa tjetë ndryshe. Talim për pasaj flasim, vazhdojmë këtu të këto geopolitika dhe zhvillime ndërkombëtare, por para se më shku atje,